Nën këmbët tona qëndron themeli i qytetërimit dhe u që është transformuar nga dora e njeriut për mijëra vjet. Por kjo tokë e errët fshen një sekret që ndryshoi gjithçka që dim për të ushqyer botën. Në shekullin e 19, ndërsa popullsia u rrit, fermerët u përballën me një krizë. Lëndët ushqyese natyrore të tokës po varfëroheshin më shpejt se sa mund të zëvendësoheshin. Botës po i mbaronte plera. Në vitin 1909, kimisti gjerman Fritz Haber ka thyer kodin, duke nxjerrë me sukses azotin nga ajri. Karl Bosch e përshkallëzoi procesin dhe në vitin 1913 lindi procesi Haber-Bosch, duke e kthyer ajrin në bukë. Nga vitet 1950, prodhimi i plerave sintetike shpërtheu. Rendimentet e të korrave u dyfishuan, më pas u trefishuan. Revolucioni i gjelbër lindi dhe dukej se njerëzimi më në fund e kishte mposhtur urin. Por ky bollëk erdhi me një kosto të fshehur. Me rritjen e përdorimit të plerave, u rritën edhe pasojat e padëshiruara. Rrjedhja krijoi zona të vdekura në oqeanet tona dhe emetimet e oksidit të azotit filluan të ngronin planetin tonë. Zona e vdekur e gjirit të Meksikës tani shtrihet mbi 6.000 milje katrore. Çdo verë, nivelet e oksigjenit bien, duke krijuar një shkretëtirë nënujore ku asgjë nuk mund të mbijetojë. Por kjo ngre një pyetje edhe më të madhe: si të ushqejmë 8 miliard njerëz pa e shkatëruar planetin tonë? Përgjigjja mund të qëndrojë në vetë teknologjinë që krijoi këtë problem. Bujësia precize përdor satelitët dhe AI për të aplikuar plera me saktësi kirurgjikale. Dronet hartojnë fushat, sensorët monitorojnë shëndetin e tokës dhe sistemet inteligjente ofrojnë pikërisht atë që u nevojitet bimëve, kur u nevojitet. Ndërkohë, metodat e bujësisë organike dhe rigjeneruese po dëshmojnë se mund të punojnë me natyrën, jo kundër saj. Të lashtat mbuluese, rotacioni i të korrave dhe kompostimi po tregojnë rezultate të jashtëzakonshme. Historia e plerave është historia e zgjuarsisë njerëzore, aftësia jonë për të zgjidhur një problem, vetëm për të krijuar të reja. Ndërsa qëndrojmë në këtë udhëkryq, duhet të pyesim: a mund të mësojmë nga e kaluara jonë për të rritur një të ardhme më të qëndrueshme?